Këtu në Tiranë po mbajt një ceremoni në nisje të javës e Europës, merr pjesë kryeministri Rama, ministri i jashtëm Ferit Hoxha, ndërsa fjalën e hapjes tani e ka ambasadori i delegacionit europian këtu në Tiranë, Silvio Gonzato. Që ne bëjmë dhe angazhohemi që ne të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës dhe të promovojmë një botë më të drejtë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Sepse, siç u shpreh edhe përfaqësuesja e lartë zëvendës presidentja e BE-s Kallas, tani është koha që ne të qëndrojmë fort për ato vlera në të cilat ne besojmë, përfshirë të drejtën ndërkombëtare për të mbrojtur bashkimin ton, për të ndërtuar stabilitet në fqinjsinë ton dhe për të punuar për krijimin e rrjetit më të gjerë të partnerëve ndërkombëtar. Të dashur miq, paqja në Europë është në rrezik. Ekuilibri global i pushtetit po sfidohet. Në një botë lufte, kërcënimesh hibride dhe shtrëngimi ekonomik, BE-ja duhet të veprojë për të mbrojtur qytetarët e saj, demokracinë dhe vlerat e saj. Në mbar botën, tensionet po rriten, nga kufit lindor të Europës deri në linjën e mesme dhe rajone të tjera të brishta, ku mungesa e stabilitetit dhe dhuna prekin jetën e miliona njerëzve. BE-ja po vepron për të përgjigjur kësaj situate, duke u bërë më aftë në përdorimin e elementëve të saj të fortë, duke forcuar bashkëpunimin evropian në fushën e mbrojtjes dhe duke fuqizuar kapacitetin e Europës për të përgjigjur këtyre kërcënimeve me një sër mjetësh, nga mbështetja e palëkundur për Ukrainën deri tek forcimi i kapaciteteve mbrojtëse, nga lufta kundër dezinformimit deri te mbështetja së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht në forumet shumëpalëshe, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur që Europa të qëndrojë si një shtyllë e fortë stabiliteti. Siguria e Europës është siguria jone përbashkët, për më tepër që Shqipëria si një shtet që aspiron të bëhet antar i ardhshëm i BE-s është pjesë e rëndësishme e sigurisë së Europës. Paqja nuk është falas, ajo duhet mbrojtur çdo ditë. Pikrisht të kemi bërë ne pa u dalur që nga fillimi i luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit së Rusisë kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh. Ndihma e përgjithshme e BE-s për Ukrainën dhe popullin e saj arrin në pothuajse 200 miliard euro në formën e ndihmës financiare, ushtarake dhe humanitare. Përveç kësaj, BE-ja ka vendosur gjithashtu të japë Ukrainës një hua prej 90 miliardë eurosh për të mbuluar nevojat e saj më urgjente financiare dhe ushtarake. Paketa e 20 e sanksioneve që synon të mbajë presionin mbi Rusinë dhe veçanërisht mbi të ardhurat e saj që përdor për financimin e luftës, është miratuar dhe ndërkohë ne po përgatisim edhe paketën tjetër të radhës. Për rrjedhoj, Rusia po dështon, nuk po arrin objektivat e saj strategjik dhe po paguan një çmim gjithnjë më të rënd për luftën e saj të paprovokuar dhe të padrejtë të agresionit në aspektin ekonomik, demografik dhe atë të sigurisë. Qëndrimi i BE-s kundër agresionit rus pasqyron angazhimin e saj për të mbrojtur sigurinë evropiane dhe për të mbështetur me vendosmëri sovranitetin, lirinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Nuk mund të ketë paqe të drejtë dhe të qëndrueshme pa dakordsinë e Ukrainës dhe Europës. Por më lejoni të them që forca e Bashkimit Evropian qëndron në aftësinë e vet për të tërhequr dhe për të frymëzuar vende të tjera. Për këtë arsye, zgjerimi mbetet një nga mjetet më të fuqishme të Europës për të promovuar demokracinë, stabilitetin dhe begatinë në të gjithë kontinentin ton. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate në rrugtimin e tyre drejt antarësimit, Europa po investon në një të ardhme më të sigurt dhe më të bashkuar për të gjithë kontinentin ton. Nuk është rastësi që procesi i zgjerimit fillon dhe mbyllet me garantimin e aspekteve themelore të demokracisë së Shqipërisë si shteti së drejtës, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. As nuk është rastësi që në terminologjinë e antarësimit të BE-s këto vlera quhen themelorët. Topra janë kapitujt negociues që u hapën të parët, por që do të mbyllen të fundit. Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonet në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin
e bazuar tek merita të procesit të intersimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt antarësimit as shmangje të kritereve. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e klubit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë, qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur. Për të rritur ndërgjegjësimin, ne duhet të komunikojmë në mënyrë proaktive me qytetarët që ata të kuptojnë se pse nevojiten këto reforma, si do të përmirësojnë ato funksionimin e institucioneve dhe në fund të fundit si do të përfitojnë ata në përditshmërinë e tyre, si do të përmirësohet pra jeta e tyre. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ata të kërkojnë llogari nga autoritetet e tyre nëse zbatimi i reformave nuk mjafton. Tani më lejoni të kthehem deklaratës Schuman. Fjalët mbreslënëse që tingëllojnë paqja aktuale edhe sot, të cilat janë: paqja botërore nuk mund të ruhet pa bërë përpjekje krijuese në përpjastim të drejtë me rreziqet që e kërcënojnë atë. Dhe jam krenar të them këtu dhe sot që BE-ja në Shqipëri po kremton ditën e Europës përmes përpjekjeve të tilla krijuese, ekselencës dhe këtyre arritjeve, ne po përmbushim pikërisht këto gjëra. Pas një thirrje të hapur që mori mbi më shumë se 250 aplikime, pothuajse 2 fishi i numrit të vitit të shkuar, ne përzgjodhëm 10 projekte artistike që bashkojnë artistë të rinj dhe të afirmuar, duke ofruar perspektiva dhe narrativa të reja që angazhohen në çështje bashkëkohore shoqërore. Këto vepra do të trajtojnë tema si pabarazia, migrimi, shëndeti mendor, identiteti dhe strukturat shoqërore përmjet disiplinave të ndryshme. Do të ketë shfaqje teatrale, vallëzime, muzikë, por edhe ekspozita dhe ndërhyrje të ndryshme ndërdisiplinore. Nga data 9 deri në 22 maj, Java e Europës 2026 do të prezantojë një program dinamik me më shumë se 55 aktivitete kulturore në 6 qytete: Tiranë, Shkodër, Korçë, Patos, Fier dhe Elbasan. Vitin e shkuar të dashur miq, ne krijuam një hapësirë për të krijuar gjatë javës së Europës. Si vjet, ne zgjerojmë këtë hapësirë në një hapësirë të hapur, duke mbështetur lirinë artistike dhe duke fuqizuar rolin e kulturës në jetën tonë publike. Jam shumë i emocionuar, ashtu saç besoj edhe ju, për të parë këto interpretime. Admiroj krijimtarinë, vizionin dhe guximin e artistëve për të hyrë në këtë hapësirë, për të qenë kjo hapësirë e hapur dhe për të prezantuar idetë e tyre përpara publikut. Dhe shpresoj t'ju shoh shumë prej jush në këtë hapësirë ku arti është një mjet për reflektim, empati dhe angazhim për vlerat tona të përbashkëta. E më lejoni që në mbyllje të them diçka personale. Unë jam krenar që përfaqësoj Bashkimin Evropian dhe jam krenar për gjithçka që përfaqëson BE-ja. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e Europës. I thought we were together here, Silvio. Mendova që ishim këtu së bashku, Silvio, që të këndonim himnin e gëzimit në këtë program artistik, kështu që më mirë ulu. Mos rri në këmbë, sepse me sa duket duhet jetë në një lëmshi organizatorëve për të vendosur 2 veta në podium.